Selin ndihemi ma të lodhun gjatë temperaturave të larta, gjatë verës, kur konsumojmë drekën, shujtën e bukë, çfarë do se e bukës na shqiptarët e përdorim, jo domosdoshmërisht buka si bukë, po kur e ham shujtën e drekës, shujtën e mëngjesit, pse gjatë ditëve nxehta ndihemi ma të lodhun? Po, zakonisht nëse hajmë ushqime që janë pak ma vështirë mu tret, në një metabolizëm që nuk është ushqym mirë në vazhdimsi, për shembull gjatë ditëve të verës, që një farë forme nuk është edhe hidratume mjaftueshëm, normal që kjo ndikon kryesisht, po edhe nëse marrim karbohidrate thjeshta, pak trupi e ka, këtë rast na ka ngadalsu pak metabolizmi dhe normal që është pak më vështirë për mu tret, rritet energjia me njerë, nëse marrim karbohidratin thjesht, nëse hajmë një pite, ose një flijë, ose diçka që është karbohidrati, ose sheqer, rritet energjia me njerë, për kjo energji bjen prap nivelin zero. Edhe këto e bojnë kryesisht karbohidratet e thjeshta, sheqeri, shtume, buka bardhë, brumenat, përgjithësi.